çfarë më këshilloni ti mësoj me patjetër vajzës time, çfarë I keni mësuar ju 3 fëmijëve tuaj? Ajo çfarë duhet u themi fëmijëve është që në radhë të parë të jenë vetvetja. Të mos tërhiqen përhundësh nga të tjerët. Dhe të jenë vetvetja në kuptimin që ta jetojnë jetën me ndershmëri, me përkushtim, me dashamirësi ndaj tjetrit e kështu me radhë. Natyrisht këto janë këshilla të cilat dikush I dëgjon, dikush nuk I dëgjon, kupton. Për shembull isha në një seminar para pak ditësh dhe ndërkohë deputetët që merrnin pjesë bënin edhe pyetje dhe ndonjëri thoshte çfarë na këshilloni. Siç edhe bët edhe ju pyetje, dhe unë u thash pikërisht këtë gjë. E para, jini vetvetja. Sepse nëse ju tërheq përhundë politika e ditës, nuk mund të bëheni kur politikan, por do të jeni ca njerëz të tërhequr pas qerrës e tjera. E dyta, mos u dashuroni me vetveten në politikë, mos u dashuroni me vetveten në sallën e parlamentit, po dashuroni me përgjegjësinë dhe integritetin tuaj si përfaqësues të votës së njerëzve që ju kanë sjellur aty. Dhe e fundit thash lexoni sa më shumë. Për një arsye, sepse jashtë parlamentit ka patur dhe gjithmonë do ketë njerëz shumë më të zgjuar se sa brenda parlamentit. Në çdo parlament të çdo vendi tjetër të botës. Natyrisht edhe në Shqipëri. Vetvetja, modestia dhe kultura. Këto janë 3 elementë të cilët mund ta ndihmojnë njeriu të ecë përpara